Këtë javë kemi po ashtu fuqizuar më tej skemën e mbështetjes për startupet në kuadër të Grantit 2026, duke strukturuar financimin sipas fazës reale të zhvillimit të biznesit. Në fazën fillestare mbulojmë 100% kostove dhe pastaj në fazën e vlerësimit financimi rritet duke shkuar me mbulim 85% për startupet që kanë testuar produktin dhe që po konsolidojnë modelin e biznesit. Ndërsa pastaj në fazën kur vjen rritja, atëhere pra rritja e startupit në fushën e lojës konkurruese, financimi shkon në 75% për kompani që janë në treg dhe që pikërisht po synojnë të ngjiten. Kjo nuk është thjesht një skemë financimi, është një mekanizëm për të kultivuar një kulturë të re sipërmarrjen që bazohet tek kurajoja, tek inovacioni dhe tek orientimi drejt tregut global. Gjë që po e bëjnë me gjithmonë e më shumë sukses, gjithmonë e më shumë sipërmarrje njerëzish, vajzash dhe djem të talentuar të këtij vendi. Shqipëria nuk mund ndërtojë një ekonomi konkurruese vetëm i sektorit tradicional, por me fokus në teknologji, shërbime digjitale, inteligjencë artificiale, pra në produkte me vlerë të shtuar që konkurrojnë jashtë në tregun rajonal dhe europian, pa i nxitur të rinj dhe të reja dhe talentuara që të ikin nga ky vend, por që nga ky vend të pushtojnë botën.